Open your eyes, open your mind. We are the Winx. Winx, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Winx, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the Winx. It's a magic night. The sky is all blazing. New adventures are calling for us. Join the Winx. We can ride the cloud. No time for hesitating. Bring color to the world with your imagination. Winx, love forever and ever. Winx, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Winx, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Winx, you magical wings. Among the stars you are Winx. A mystical light of fire under the sign of Winx. Në episodin e fundit, Blumi, Lela, Muza, Stella dhe Pixi shkuan në Gardenia. Ato zbuluan se piksat janë të padukshme për njerëzit normal. Lela dhe Muza u rrethuan nga disa burra të çuditshëm në klub, por Faragonda dhe Griselda erdhën t'i shpëtojnë. Më fal, zemër, Pixi ynë i gjeti e para frutat. Me sa duket nuk e keni parë me vëmendje, se unë i pash, i gjetën ato. Ose ke nevojë për syze, ose po gënjen. Po më quan gënjeshtare, kështu është? Dëgjoj, ti je xheloze për piksat tona dhe ne e dim të gjithë. Ti humbe, ne fituam, mësoje mirë. Përse po zdihemi? Forca Musa na këndodhe një këngë tjetër. Lordim, 5 ninjat grabitqar arritën ta rëmbenin vajzën. Shumë shpejt, prandaj duhet ta kenë marrë edhe emrin Ninjat Grabitqar. Por zotri, po sikur s'ka i të vi ta shpëtoj. Le ta ruajmë 5 ninjat tanë derisa të paguajnë shpërblimin. Po zotri. Do të pëlqente shumë të shikoja Prince Skyn kur do të përpiqet ta shpëtoj. Gjithë planet e tjera klonit do të jetë imi. Ku? Një qenë! Ti kush të më ndihmoj? Ç'kemi? Kush është aty? Mos lëviz, Princi Sky s'mund të vite këty. Ne jemi ekipi eliti teknoninjave. Nuk e njohim humbjen. Ju duhet të punoni për Yoshinoyan. S'kemi kohë për të folur, kemi punë për të bërë. E urej këtë? E urrej këtë. Lumi ka të drejtë, profesor. Kjo është shumë rëmuj. Nëse i bëni një magji të vogël kësaj res, këtu mund të bëni një moçal të madh. Atje. Hej, e di çfarë? Mendoj se dushi ta ka rregulluar stilin e flokëve. Është e vështirë ta ruash magjin. Tani, e pranoj se magjitë e shiut janë sfiduese, por janë magjitë e para teknike në historinë e magjisë. E dini pse? Për shkak të thatësirës. Pikërisht, 100 kultura primitive kanë zhvilluar formën e tyre të magjisë për shiun. Variante të thjeshta të së njëjtës magji kanë ndihmuar për mbrojtjen nga trembitja, sapsira dhe kushte ekstreme të motit. O, forca, edhe me këtë pamjen e re, i prapë është Palladiumi. Dhe u mësuaj që tani me këtë pamje. Shikojmë si të ta kontrollojmë faktorin e vështirë. Miru pas. Do të shihemi nesër. Forca, amore, ikim. Duhet të ketë ulje të çmimin në ndonjë vend. Do shihemi më vonë, Stella.
vajza, duhet të iki. Shkojmë më vonë. Ti unë do vish? Paci një ditë të mirë. Pafshim. Çfarë problemi ka Blum? Ke ndonjë problem? Jo, vetëm po mendoja. E dini, unë duhet të jem një princesh, por nuk jam e zonja fare për këtë punë. E ke për ato që të thatë Juna në klas? Në fakt, unë e kam sepse... Hej, Blum, ç'kemi? Po premesuaj, kam dëgjuar në kur se do takosh prindrit e Sky. Duhet të ikim. E por në fakt ka dalë një problem. Dukesh i shqetësuar. Prindrit më thanë se ishte një urgjencë. Unë dhe Brendoni do shkojmë të shikojmë. Më vjen keq, ndoshta një herë tjetër. Prisni, nëse ka të lashe duhet të keni me vete një zan të vogël magjike. Dhe në Heraklion ka një lule që kam shumë kohë që po e kërkoj. Tani dëgjoj, Heraklioni mund të jetë një vend shumë i rrezikshëm. Mrekulli! Oh, pra Sky, ti e di se do t'i ndihmojmë prindrit atu. Në rregull, hipni. Heraklion, mbretëria që shqetëson nga ninja ti këqij. Duhet ta shikoj vetë. E këtu. Pra, jeni gati vajza? Gati. Unë jam mirë. Do të vi me ty nëse ke një kokore për mua. Është e vërtetë se Faragonda ju kërkoi të organizonit një koncert të Shatërvani i Kuq? Por unë s'marr vesh nga kërcimi. Unë mund t'ju ndihmoj me atë. Hej, por duket si vallëzimi i shiut që bëjmë me Palladiumin. Kur isha e vogël, dilja fshehur nga pallati dhe mësoja nga fermerët për motin dhe magjin. Sa primitive. Po bas se prindrit e tu ishin të lumtur për këtë apo jo? Si mendon ti, ha? Ha? Ha, pra arritëm se u lodha nga kjo një kozmike. Mos doje që ta kalonim galaksin me tren? Kapiten, radari tregon që planeti Heraklion është përpara. Ha? Mirë atëherë. Më në fund. Oh! Kam një parandjenjë të keqe për këtë. Dikush ka nevojë për ndihmën tonë. Sa bukur. Po kur nuk është i kushtuar nga teknoninjat. Tekno çfarë? Lëre fare. Të shpresojmë që lajmet nga babai të mos kenë lidhje me ata. Çfarë? Diaspron e kanë rrëmbyer? Është e vërtetë. Po, edhe kjo është karfica e diasporës? Po, ajo është. U gjet në vendin që është parë për herë të fundit. Prindrit e saj janë të dëshpëruar. E ka marrë një grup me tekno ninja. Yoshinoja kërkon një shpërblim të madh. Madhëria juaj, kjo do ta falimentojë mbretërinë tonë. Është e parë. Po çfarë mund të bëjmë? Diaspora është një vajzë e mirë dhe babai i saj ka shumë influencë. Pastaj ajo është kandidatja më e mirë në mbretërinë tonë për të qenë e fejuara jote. Harroje të ardhmen time, ajo është një pafajshme që duhet nxjerr nga telashet. Nëse nuk e shpëtojmë, nuk ka të ardhmen. Do ikim të gjithë, do bëjmë gjithçka për ta ndihmuar. Flisni kur t'ju vi radha. Sky, të tjerë të vish të rish si princ këtu pranë meje në oborin mbretëror. Duhet të dukemi të fortë para fisnikëve. Si mund të shqetësohen për pamjen e jashtme në kohëra të tilla? Është detyra jote. Sky. Ndoshta nuk është ide e keqe që Sky të ikë. Pa dyshim që Blumi nuk është as pak vajza e dur për të. Është punë e vështirë të shpëtojmë diasporën. Sidoqoftë, ai mund të ndryshojë mendje dhe të martohet me të. Mund të dalë diçka më e mirë nga gjithë kjo. Është e vërtet? Po, Princi Sky po vjen. Duhet ta ndalojmë atë dhe miqtë e tij me çdo kusht. Ej Sky. Cili është plani? Si fillim të shkojmë të gjithë te diaspora. Ku është Blumi? Ajo edhe Flora shkuan të kërkonin lulet magjike. Faleminderit Zing. Ajo duhet të jetë mërzitur që ka ikur kaq shpejt. Do kesh mundësi të flasësh me të, pasi të stërvitemi pak në pyll me ata ninjat. Me sa duket Zingu është gati për veprim. Wow, që tani ndihem më i sigurt. Nuk mund ta besoj që i prisha të gjitha. Ti ke zbuluar vetëm një vit më parë që je princesh, qetëso. Nuk më duket për mua ky vend. Fol me Sky për këtë. Në pallat nuk rridot vetëm me të asnjë moment. Është. Ha? Shpejt çata. Çfarë ishte ajo? Në porta Sabural. Më duhet për një projekt. Por ajo sapo u zhduk. Sigurisht, është një lule teletransportuese. Po pse nuk përdorim atë magjin për vendodhjen që kemi mësuar në orën e Avalonit? Po, por që të funksionojë ajo magji, duhet të kemi diçka që i përket shenjestrës son. Ne s'kemi asgjë nga lulja, prandaj. Mos është kjo?
iku. Përsëri. Nuk mund të dorëzohemi tani. Do ta kapim patjetër. Më falni, profesor. Ç'kemi Muza? Ke ndonjë pyetje për detyrat e shtëpisë? Jo, doja vetëm të pyesja, e keni parë ndonjëherë këtë? Duket si një magji spiune, por është diçka që s'mund ta mësoni kur këtu. Çfarë? Është magji e zezë, Muza. Natën e mirë. Çfarë po kurdisin triksat? Ti nuk ke pse shtire si kur ke fuqi me rimangezi. Ti e piksi i insekteve, ti ke fuqi me rimange. E drejt. Sidoqoftë tani duhet të ikim. Po vin ninjat më duket. Je gati? Më thuaj, ti e ke marrë djaspra? Do doja ta kisho bërë. Çfarë? Ata e bën, tani nuk i kemi me asnjë borxh Lordi. Ata, kush janë ata? A nuk ishe ti ninja më i mirë i Yoshinoyas? Lordi ka punësuar një ekip me shkencëtarët më të mirë në dimension. Unë di vetëm se ata quhen Forca P. Brandon, kush është ky Yoshinoya? Një njeri i keq që ka ndjekur Skyn që kur ishin fëmijë. Prandaj dhe e zure vendin e Sky ti? Yoshinoya kërkon Fronin. Prandaj sa herë jepet mundësia ai dërgon ninja që ta kapin. Çfarë po ndodh? Është një paralajmërim. Dikush mendon se është më i Zoti. Flum, kjo pukla i përket njërit prej ninjave apo jo? Një armë e pazakont, me siguri përdoret nga ndonjë ninja antihero dhe i Nga keq. i ekipi special shkencor. Duhet të gjejmë një herë Diaspron. Duhet të ketë një mënyrë për ta zbuluar ku Kjo është. është karfica e Diaspros. Mund të përdori magjinë e pozicionimit. Ju dini një magji që mund na çojë te vendi ku është fshehur ajo? Do të na çoj pranë, edhe pse nuk është shumë e saktë. Se kam provuar kur me një objekt që ka disa kohë që nuk e ka i Zoti, por ja vlen ta provoj. Dakor, le të futemi punës. Duhet të rregullojmë gjërat për magjinë. Sot duhet të shpëtojmë Diaspron. Ja ku jemi. Është nga kjo anë. Kemi kohë deri në mëngjes. Diaspro do të jetë sigur deri atëherë. Po, përpasi babai im të ketë paguar shpërblimin. Loket? E ndjen rreziku? Nga vjen? Gjithandej, e ndjen edhe zingu ma që ndodhet aty jashtë nuk është njeri, është super njeri. E po duhet jetë një alarm fals. Këtu s'ka asgjë, më mirë të lëvizim. Zing! Flora! Plagose? Nuk kam kohë të plagosem. Duhet këtë qenë një ninja i vetëm. Të shpresojmë që mos të jetë diçka për t'u shqetësuar. Flora tani! Sfera e zjarrit! Rajnë, dërthurën i mirë! Brandon! Ma jep dorën! Wow, e pa të gjithë, me po presionin të tjerëve, në fillim erdhi nga e majta, pastaj nga e djathtë. Janë ata! Po ata kush janë? Në rregull, ju ninja të këqinj, do t'ju japim një mësim në emër të drejtësisë. Guxoni, kudo ku ka pa drejtësi, jemi ne ata që i përgjigjemi thirrjes. Kini frikë ora, unë jam Beni njeriu drejtësisë. Po. Antiheroi misterios. Jinbi. Djali më i zgjuar në botë. Janko, princesha e bukurisë. E trio i forti. Janko, përbërë si demi të lutem. Dhe unë do të jem Koka. Së bashku një jemi ekipi ninjave shkencëtarë. Pachamam! Sa bukur! Semper anima karimas pagona. Mirë, isha e sigur që i kisha parë një nga ato sfera të vinin këtu. Ke shumë guxim që erdhe vetëm deri këtu, por faleminderit se po mërzitesha. Uragani Pachaman. Wings at magic! Që ky që i fort!
në sulm. Buroja e zjarrit. E pas kanë me të vërtet. Sa të shpejt janë! Vajntaj! Ti s'mund ta detyrosh kur princeshën Diaspora të martohet me ty. Oh jo. Zjarri me fuqi të plot. Koha për të pudrosur rundën. Po çfarë po bën kështu ajo? Nuk mund të shikoj. Mirë, Stormi, nuk kam shfaqi falas për shtrigat tuaja spiune. Wingsat Magic! Të shpëtej, vajzë e vogël. Mos u shqetëso, kam një ide. Ishtare, kashtare. Mendo se mund ta kalosh kontrollin që kam unë biret me një vallëzim qesharak për shiun? Qenushi mirë, largohu tani. Çfarë dita? Duhet të bëj dush. Zark, eja këtu djalosh. Mos ki frik, drejtësia e shkatëroi princin e keq Sky. Kam frikë për drejtësinë tuaj, unë jam e pasur. Ajo po më vën në dyshime. Do përpiqem ta qetësoj unë atë. Në rregull, por sillu mirë. Ku jemi Në kështu? burgun e Yoshinoyas, kam qenë këtu dhe më parë. Për pak e gjetëm vendin e fshetë të paqamenëve. Prandaj na sulmuan ata. Ne s'mund të ndeshemi një nga një me ata. Janë shumë të Shiko, fortë. ajo që nuk kuptoj është si mund të besojnë ata te drejtësia kur janë rrëmbyes. Pikërisht, ti sapo më dhe një ide fantastike. Po, hapeni këtë dritaren. Mungojnë vetëm disa orë deri në agim. Po, sepse po të paguhesh shpërblimi, gjithçka merr fund. Çfarë budallaqe? Shpërthim akustik. Ishatare, kashatare, onaha, usaka. Ishatare, kashatare, onaha. S'ka për të arritur kur deri në fund të magjisë së saj. Ishte e thjesht të aratiseshim. Pjesa e vështirë do jetë të gjejmë Diasporën. E dim ku ndodhet ajo? Mendoj se i di se ku ndodhet. Dhe është mu në mes të klubit Paqaman. Po, sikur të kishim kohë të shkonim të merrnim demolekularin, do të teletransportoheshim dhe të hynim pa u vënë re fare. Kam diçka edhe më të mirë. Një lule? Në fakt magjia s'mund të lëvizë asnjëri, por do bëj që dy njerëz të ndërrojnë vende. Çfarë? Që të sjellim Diasporën këtu, duhet të dërgojmë dikë atje? Mos po bën shaka? Do të shkoj unë. Njerëzit që do të ndërrohen duhet të kenë të njëjtën peshë dhe lartësi. Aty duhet të jem unë. Jo, do gjejmë një mënyrë tjetër. Nuk kemi më kohë për të provuar diçka tjetër. Por ti as nuk e ke qef atë. Kjo është e vërtet. Por mos harro atë që the para prindërve të tu për të bërë gjën e duhur. Mirë, për ta përfunduar magjinë na duhet pak dritë. Fantastike. Çudi, fuqia e diellit është në dorën time. Mjaft vajzë ma ndriçoj jetën. Më këndo vazhdo, ndoshta do të arish të më vësh në gjumë. Ajo përdori vallëzimin e shiut për të më qetësuar stuhin time. Një pak i keq për të qenë hero. Po, fëmiri me probleme, kam për terapi që kur isha 4 vjeç. Nuk mund të ma vesh në koka të gjë, apo jo? Po, funksionoi. Ha, jene në të lashe. Do ta marrim vesh se kur duhet të shkojmë atje dhe të shpëtojmë Blumin. Po, lëre fare. Je i sigurt që ky plani do funksionojë? Duhet i zmbrapsim derisa të kthehet Zing. S'është e drejtë fare, mua më shpëtoi Blumi. Unë e urrej atë, pse Sky ti pëlqen aq shumë, ajo? Kam kaluar gjithë jetën time duke studiuar qëndrimin, etikën, protokollin e oborit, gjithçka. Dhe pas gjithë kësaj pune duhet martohem me një princ. Kjo është e gjitha. Ej, po ka shumë princer në dimensionin magjik. Duhet të jetë diku këtu. Magjia ime! Tani je pa mbrojtje, fuqia e akordit! Si guxon të bësh një rend të tillë ti budallaqe, do ta prish magjin tënde një herë mirë. Do të ma paguash për këtë muza. Të lumtë muza, jam shumë habitur. Po tani çfarë? Ne përfunduam të rrethuar. Shok, ka ardhur koha që të vullosim fatin e tyre njëre mirë. Jeni gati të gjithë? Hë? Zing! Në kohën e dur. Po. Mere!
çfarë janë këto? Sekrete? Vazhdo pra Ben, lexoje të gjithën. Është një letër gjobe. Do ta njohësh vulën e Yoshinoyas. Ju djema jeni rrëmbyes. Ha! Çfarë ke Loketa? Duhet të jetë në një gabim. Ashtu është. Ne e dim të gjithë që Blumi s'mund të humbas. O jo! Është në rregull. Dhe tani jemi të gjithë në të njëjtën anë. Nga ana e drejtësisë. Kemi ardhur për të shpëtuar diasporën e dashur nga kthetrat e Lordit të keq Yoshinoya. Ajo që bëri Blumi ishte shumë e guximshme, e denjë për një princesh. Faleminderit zotri, dua të them madhëria juaj. Por këta pachamenët janë shumë të rrezikshëm. S'mund t'i lejojmë të qëndrojnë në planetin e Herakloni, po sikur t'i kenë mashtruar përsëri dhe të na sulmojnë prap. Nëse mundem madhëria juaj, unë mendoj se mund t'i bind si të largohen. Unë jam zemëruar me të drejtë për marifetet e Yoshinoyas. Është e pafalshme. Pra nuk ishte Sky djali i keq. Unë nuk arrita kuptoj. Kush është i keq tani? Paktën e dim që mbreti është i keq. E prit një minutë, ai nuk është. Ndoshta Yoshinoya dhe mbreti po bashkëpunojnë. Kjo do të thotë se diaspora dhe mbretëresha janë të këqinjtë vetë. Mendon se ata do ta detyrojnë diasporën të martohet me Yoshinoyan? Nuk po arri sërish të kuptoj. Pra Sky, ke dëgjuar për të lashët? Po, janë probleme të tmerrshme. Hë? Planeti Tokë është pushtuar nga djem shumë të këqinj. Njerëzit e Tokës janë në rrezik. Shkojmë paçamen. E shikoni, ishte shumë e thjeshtë. Por Blum, Toka është planeti jot, nuk e merak që po i nis ata atje? Nuk e mendova gjatë këtë. Si të qoftë ata janë heronja, po jo. Shpresoj të mos entuziazmohen shumë. Pra Sky, si shkuan gjërat me baban tënd? Le të themi atëherë që Blumi është gati duke u bërë princesha. Në episodin e ardhshëm të klubit të Wingsave, Muza jep një shfaqje në shatërvanin e kuq. Ajo do që të impresionoj babain e saj dhe të bëhet një artiste e madhe siç ka qenë nëna e saj. Por Stormi do të hyjë furishëm në sallë duke e prishur shfaqjen.